domethënë, dukesh shumë falsë në raport me Dëgjoj, unë se kam problem ne ta vazhdojmë diskutimin, pa ta mbeti një pyetje të fundit Jo, veç edhe një pyetje kam për me ta bëu, me qenë se Ti s'desha me dal nga tema, se më interesonte me t'i bë, se nuk kam qejf kur i dëgjoj, se mua më kërkohet mendim, unë jap mendimin siç e kam dhe s'më pëlqen, kurse gjej mundësinë për të ta thënë ty në sy. Po çish mi bëni ti do pyetje, du ta bëj edhe një pyetje që ka të bëjë me këtë situatë, tash po them. Mu ka një herë ndokësh shumë falsa, ndokësh që çësia jote ndaj meje është falsë, se domethënë unë e shoh shumicën e rasteve që ti nuk më duron, dyqysh ade nuk më përtyp. Duron e ke shprehje këtë. Veç më le ta mbaroj. Nuk duron Greta, nuk duron atë. Jo, po më le ta mbaroj, se të lash mi mbaru. Po zi fjalët, nuk më duron se është e bukur për ta dëgjuar. Nuk më duron. Unë a më le ta mbaroj pyetjen time apo duhet ndërhysh dhe të caktosh ti se si më i bë pyetjet? Jo, patjetër. Unë të lash mi mbaroj pyetjet edhe pse nuk më pëlqen, nuk është dakord. Mos vaj ligjërat e mora vesh vazhdo. Tash, mu ka herë më duket shumë falsë në raport me mua. Dhe me thonë, mënyra se si më qasësh ka i herë më duket falsës, se unë e shofë shumicën e rastet që ti me zispret, me më sulmu, me ma thonë e laf, kurse kur je e qetë, kur je normal, ti nuk i flet, bashkishe nuk ka ndodhë gjë, bashkishe nuk me ndonë gjë rreth meje këtu mrena, edhe ka i herë qasë e jote ndaj meje më duket falsë, që ti është dënë me u duk që je mirë me mu, po në fakt ti ke shumë mendime negative për mu. Si për shembull, mendimi që ke ardhë ma ke thonë, vetëm tash, ti gjithmonë ke thonë, unë përqeni shumë me Mateon, jeni shumë të mirë bashkë, unë nuk gjykoj ty Brikena që je më e stepur me Mateon, sepse edhe unë jam më e stepur me Gimbon, edhe ti, shansën e parë që ke pas, dhe me thonë, me folë për raportin të me Mateon, të grimim, ke thonë, ti e falsë në lidhje me Mateon, unë nuk besoj fare në ty raportin të me Mateon, pse këtë gjë nuk ma ke thonë ma herët, po ke vendosë me ma thonë tash në momentin që unë ti thonë gjanat në ftyrë, edhe ti thonë mendimet e mija që ti kam thonë gjithmonë se qka me ndoj, pa të sulmu, ti kam thonë gjithmonë, me një moment ku ti them me zotë nalë, ti vjen dhe më thu ti e falsë në lidhje me Mateon. Kur ti këtë gjë nuk ma ke thënë kur, është hera parë që ma thu tash. Kështu që mu më dukesh ka i herë falsë, se vjen të one dhe bësh sikur e mirë, bësh sikur se adin, nuk e di këto lajka, jo lajka se nuk është se më bëjnë lajka, po që kështu adin bësh kishe e mirë, kur në fakt si t'ja për të rastim praj me mësulman, si t'ja për të rastim me folë mas shpine, me thonë e laf për mu e thu, si që kam po në prajm, edhe thjesht për të pësë adin, a duket edhe ty kjo gjë, edhe a ke mujtë me ma thonë ma herët që menon që unë jam fake në raportin të me Mateon, pëse më ke vendosë ma thonë bashkë qëtash momentin kur unë vendosa me ti thonë sa gjona në ftyrë? Ta kthej përgjën? Po. E para njerë, unë s'kam probleme me durimin të njerëzit. Nëse nuk duroj tot një njëri, nuk meren fare, i njëroj. Do thënë, nëse nuk honep zot një njëri, nuk meren fare. E i njëroj totalisht, se nuk kam pse argjë energjin tima. Për pjesën e Mateos, ka qenë një prime që unë e mbaj mend shumë mirë, ku Kristi investohet për të treguar vërtetësinë e marrëdhënies tuaj. Dhe mbaj mend kam qenë me fustanin roz, që ka qenë situata e parë me Gimbon, që e thash nëse del Gimbo, s'është problem, ka qenë ai prime, dhe kam qenë ulur këtu, kur të gjithë shtëpia filloj të të gjykonte ty, Brikena, për mos vërtetësinë tënde, dhe kur unë mora fjalën, thash, mu nuk pëlqen çfarë pas ka thënë Brikena, se ke dalë me një klip, nuk e di duke i thënë Kristi ca gjëra, thash gjithsesi nuk du ta gjykoj, dua të pres të shikoj se si do vazhdoj marrëdhënia dhe pastaj t'jap një mendim timin. Një ajo situatë, dy ka qenë situata me fustanin tim bardh me tyl, me ditën e surprizës edhe një sekond, ditën e surprizës së Mirit, edhe Pandorës Mirit, ku prap ka pas një situatë shumë cikletshme mes jush, dhe unë kam thënë që dëgjoj, ju këto leta lexojnë si të duan, unë dua ta shikoj se si do vazhdoj Brikena.